jam në një lidhje direkte dhe do doja ta përshëndesja Sadri Kortoçin, përfaqësues i diasporës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më trego pak si zhvillohen organizimet dhe cilat janë kërkesat. Kërkesat janë të njëjta. Njëjta janë kërkesat dorëheqja e Edi Ramës. Kjo është gjithë filozofia e protestës. Sa e lidh me zvërnesin, ajo ishte piknisja në vërtet, por fakti është që protesta ka vetëm një qëllim, largimin një sekondë më parë të Edi Ramës bashkë me qeverinë e tij. Atëherë unë personalisht, duke marrë iniciativën për të ngritur, për të organizuar protestat e New Yorkut bashkë me një grup të rinj, nuk do lejoj kur persona të tillë të dalin të flasin në emër të organizimeve që zhvillohen në Amerikë, të cilat janë në mbështetje të gjithë organizimit të madh të shqiptarëve në Shqipëri dhe kudo në diasporë. Atëherë ky person i pa fytyrë del në intervistë në Shqipëri dhe kërkon të injektojë qëllimet dhe bindjet e tija personale. Ky person është i përfshirë në Partinë Demokratike, ka qenë ky person i cili mblidhte militantët e vet për të futur në Zoom me Sali Berishën, ka qenë ky person në mbështetje të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës dhe sot del dhe deklaron hapur që shqiptarët e Amerikës po mblidhen për dorëheqjen e Edi Ramës. Nisma kryesore ka qenë zvërneci dhe pastaj janë shtuar të gjitha qëllimet dhe kërkesat të cilat kanë protestuesit, që është zhdukja një herë e mirë e gjithë klasës politike në Shqipëri që e kanë mbajtur Shqipërinë peng. Ky është qëllimi i vërtet. Nuk është qëllimi i vërtet vetëm dorëheqja e Edi Ramës, sepse gjithë qeveria, gjithë klasa politike në Shqipëri janë të korruptuar dhe kanë qenë gjithmonë në dëm të popullit. Prandaj unë personalisht do bëj të pamundurën që t'i diskreditoj njerëz të tillë dhe bëjnë deklarata të tilla. Është e patolerueshme që të hidhet puna e gjithë të rinjve poshtë për shkak të disa personave që janë simpatizantë të një partie apo të një tjetre.